premte, sonte është e premte, data është, në mos gaboj, data sot është 16 janar 2026, jam në studio me 4 miqtë e mi, të gjithë kolegë njerëz të mediave, filloj nga Sebastian Zonja, Sebastian Mimbroma, gazetar plus në MSN TV, Marsit Gubi, Marsit, kënaqësi që të kam prap pas një jave, Marsidi është avokat penalist, dhe është pedagog të Marin Parleti, kam mbaruar ligj filozofi, Flogert Muça, Flogert Mimbroma, kënaqësi, Flogert Muça është gazetar, ekspert komunikimi, lexo.al. Sonte kam, në fakt pas kaq kohësh që kishim plan, më në fund erdhëm, Sokol Bregun, gazetar i vjetër, një gazetar i vjetër i kronikës, investigativ, me Sokolin në fakt kemi kohë që njihemi, po ja që sonte do duhet të mbinte në studio pas kaq kohësh. Në fakt kemi punuar në fund të 97-s në Radio Koha për herë të parë. Bravo. Bashkë kemi qenë në edhe çuditërisht edhe pse kemi shumë se 20 vjet me këtë emision, jo si ke patur emisione. Nuk jemi takuar ndonjëherë sepse unë nga që se kam dashur asnjëherë kronikën e zezë, prandaj. Dhe mirë ke bërë. Të shtesës, ti jep alegri njerëzve. Bravo. Se duhet t'i japësh. U shes gëzim, nuk shes normal. Megjithatë çon se ka. Sot jemi dhe sot nuk jemi fikse. Nuk është kronikë e zezë. Jo, nuk është zezë. Sot është gri. Është gri. Gri është. Kështu që Gria është interesante. Gria është interesante. Zeza pastaj që nga mënyra Me Sokolin do fillojmë të flasim pas pak sepse kemi një surprizë në zotrin, siç ju lajmërova në fakt para disa ditësh. E mbajta premtimin. Un kam në linjë, le të tregoj pas pak sepse është surprizë. Kush mendoni se sonte është i ftuar special online në Dyplex? Jo nga Shqipëria, por nga një vend i largët shumë, është një personazh i papar. Mbani frymën miq. Keni kaq kohë me muaj e muaj që dëgjoni çdo fund emisioni. Ju kujtohet? Suspense. Ju kujtohet? Tani kanë filluar dhe unë më në fund, nga që jetot anglisht me titra, shqip poshtë, unë më në fund nuk e thoshja dot, se nga që i dëgjoj anglisht dhe i lexoja titrat, më në fund e thash dhe unë përmendesh. Kur unë më falja, jo, prit. E shikon se unë gaboj gjithmonë, po zot më dëny njeri. Suspense. Corruption is not bad, po. Korrupsioni nuk është i keq. Po pse duhet ta luaj këtë, kjo është gjithë fare thjesht. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë nuk jam i përfshirë. Po nëse unë jam i përfshirë, unë e mbroj korrupsionin. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Ja që kemi në studio. Ja ku është në studio një personazh shumë i famshëm në Shqipëri, sepse vetëm unë e kam nxjerr, sepse më ka rastisë me kontekstin, e kam kontekstualizuar. Është fiks shpreha e këtij personazhi që kemi në studio zonja Zotrinj, me të cilin Sebi do ndihmoj sepse ai flet anglisht, unë s'flas anglisht. Do ta pyes nëse flet frëngjisht, por nuk besoj. Është kenyan, është nga Kenya. Mimbroma Samson. Good evening, Samson. Hello. Evening to you. Vetëm se na duhet të ngrëm në zërin e Samsonit në studio, le të jo. Samson, si thuhet anglisht, Samson apo Samson? E njëjta gjë është. Le të jo. Samson. e kemi çani po. Yes. Yes. Samson, corruption is not bad. But corruption... Unless you're not part of it. Si tha? Unless you're not part of it. Derisa të mos jesh pjesë e tij. Bravo. Po nëse... But corruption, but if I am involved, I defend it. I'll defend it, yes. Një duatrokitje për kenjanin më të famshëm në Shqipëri. Ky është kenjani më i famshëm në Shqipëri, në fakt. Korrupsioni nuk është i keq. Ky është kenjani më i famshëm, por Ledio ka harruar, se unë e kam çuar, po është bërë lëmsh se një ço unë, një ço eno, duhet shpërthen afrikani i famshëm. Në fakt duhet të shpërthen afrikani i famshëm, sepse është i famshëm, ndaj e kemi sonte në studio, dhe unë jam shumë i gëzuar që e kam. Do ta pyes tani, po para se ta pyes se cila është jeta e tij, të rinj nga 10 minuta çelë rekorde me këtë personazh, 10 minuta maksimum, dhe nuk do ta lodhim shumë. Më lejoni që t'i bëj një prezantim për gjithë ata që e kanë parë në ekran, me shprehje të famshme, por që nuk e njohin. Bile dhe unë vonë e njova, kuptimin që mora jetën e tij. Samson Ojajo. Ogiajo, bravo. Yes. Yes. Aktivist kenyan për të drejtat e njerëzit, bashkëthemelues organizator I
Bunge la Maunananchi. Maunanchi. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. People's Parliament. Qa tha? I don't know. Këtë nuk e Can kuptuar. you repeat that? A mund ta përsërisësh? Asambleja e Bunge qytetarëve. la Mwananchi. Yeah, what's that? People's Parliament. Parlamenti i qytetarëve. Parlamenti e qytetarëve, l'Assemblée des citoyens. Oui. Vous parlez français peut-être, non, Samson? Non, vous parlez pas français. You speak French, no? No, I speak English. Okej, se Kenya nuk flet frëngjisht, ë? No. Kenya ka qenë kolonia e anglezëve? Dakord. Atëherë, Lëvizje Popullore për Demokraci është aktivist pra, gjithë jetën aktivist. Ka qenë i arrestuar dhe i torturuar, ky personazh që kemi në studion e, që e kemi gjuna, kemi shumë larg nga ekrani, në fakt duhet të afrohet çik, që se më di thuar Sebastian, të afroj pak celularin, se është shumë larg, duket shumë i vogël, shumë i largët. Mund të afroj pak atë celularin, të afrohet pak vetë. Can you get the phone a little bit nearer you so you can seem a little bit larger? Bravo. Bravo. Bravo Samson. Yes, bravo. Yes, bravo, po të zëlezeshëm. Në 2005 është arrestuar Samsoni, është rrahur nga policë civil gjatë një marshimi në Maua. This is a presentation of you, Samson. Është një prezantim për Samson. Yes. Është izoluar në stacionin policor Njiru. Lirim me kusht në vitin 2005, pra u arrestuar në 18/6/2005 dhe u lirua në 21/6/2005. U akuzua për sjellje fyese dhe sjellje e çrregullt. Këto ishin dy akuzat, po ju hoqën. Në momentin që u liruan. It's the history when you got arrested. Është historia kur u arrestove. Në vitin 2005. thuaj. It's the history when you got arrested in 2005. Yes, I got arrested because of my position of being an activist. U arrestova për shkak të pozicionit tim si That's aktivist. exactly what they normally do to Okej. make sure that they silence Në the 2000 people's voice. Përkthej shpejt e shpejt, se di çfarë tha? Arrestova për arsye sepse Shkurtimisht. isha zëri i qytetarëve. Zëri qytetar. Në 2009, ndërkohë, në 15 shtator vitit 2009, është rëmbyer në Nairobi, Samsoni, e rëmbyen, tortur për zhvatje, armë në kokë dhe i kërkuan 1 milion shilinga keniane. Kronikë e zezë, ky plak. Dhe ke kronikë zezë, është i papar. Tortur për zhvatje, armë në kokë, i kërkuan 1 milion shilinga keniane. Ose $13.000, ka që 1 milion shilinga keniane, $13.000 amerikan, dhe është kërcënuar për vdekje. Është gjetur në 16 shtator, pra u arrestuar në 15 dhe në 16 është gjetur në stacionin qendror të policisë në Nairobi. Është liruar me kusht në 18, pra pas 3 ditësh, pas lirimin ngacmime policore, kërcënime ndaj vajzës 12 vjeçare, tentativa mashtrimi. Çfarë janë këto? Se si kuptojnë, janë akuza ndaj këtij, e akuzojnë për këto gjëra? Ja kanë bërë, sepse nuk më është shruar mbi dhe unë se kuptoj. Dhe kjo është gabimi madh që nuk më lë mua që të ashtu. Më thënë, kjo është shkrim administrativ, nuk është shkrim, më kupton, vetëm për kaq paf më ikën mua gjithë ajo. Sa gjuna më vjen, morlla. Ngacmime policore. Unë se kuptoj çfarë thon ngacmime policore. Pra e kanë ngacmuar, se duket se u kanë ngacmuar ky. Këtë se kuptojnë. Pas lirimit ngacmime policore, kërcënime ndaj vajzës, tentativa mashtrimi. Kush? Ky ata apo ata këti? Ata këti. Ata këti? Se kuptojnë unë këtë? Ata këti lidhë si në kuptim. Në ngacmime policore dhe thotë... Po pse pas lirimit? Dhe jo gjatë. Trysni, presion. After you got released from... Jo, nuk ka nevojë, se s'kemi kohë. 2010, më shumë se 6, është arrestuar më shumë se 6 herë. Takime në Bunge la Mwananchi, pra në Asamblejë Qytetare, përfshirë kopshti i Avanje 2010, të gjitha akuzat u hodhën poshtë. Pra këtë vetëm arrestojnë, e kanë torturuar etj, po nuk kanë mbatur asnjëherë brenda. Në disa vite rresh ky muhabet, Funksionon drejtësia, domethënë. Nuk e di valla, aktivizëm ndër vite thotë. Në 2005 aktivisti Lëvizjes Verdhë për reformën kushtetuese. Në 2008 bashkëudhëheqës i Bunge la Mwananchi për Asamblesë Qytetare ka bërë takime me qytetare për qeverisje, përgjegjësi dhe dhunë pas zgjedhjeve. Deri tani, pra total 7 arrestime të dokumentuara për aktivizëm. Të paktën 7 arrestime.
Tani, ti bëjmë një pyetje vetëm, pastaj nëse kanë dëshirë një nga ju me që është personazhi jonë, se ne e kemi provuar në Shqipëri. Sebastian, e pana pyetje një herë. A e di kur e mori vesh që Samsoni që është shumë i famshëm në Shqipëri nga emisioni im Zonë e Lirë? Se ne nxjerrim për natë, thuaj këtë gjë që ta dim se këtu fillon biseda me këtë njerëz. The thing is that every night that we have this kind of show in Albania, your name, Samson, and your clip about the corruption comes up in the end, and so you are a famous TV personality here in Albania. So did you get to know something about that you are mentioned here in Albania and you are somehow famous here in Albania? No, I didn't know that, but actually it's good because that video has gone viral. But it's good actually if we can do what it's supposed to be doing. Nuk e dija këtë lloj gjëje, por ajo video që unë Sa ka shkuar? Këtë do e për virale. How many clicks did that video get? Do you have any amount of the clicks? Këtë corruption is not bad. Yeah. Liked? Do you have Duhet No, kishte any... they're in thousands of people who actually have liked the video Mira. and calling me and asking me the reason as to why I had to say that. Mira, dhe marrin të më But my pyesin answer pse is kam very thënë atë. simple. It's because so many people, especially politicians, when they are outside like ordinary, they tend to be good. But when they get into position, they cut deeds and they defend that deed. And that's what I was telling People's Parliament, ordinary people parliament, that Ajo që you are also in the list. Just a moment. Just a moment, Samson. Just a moment. Atë e kam thënë për arsye sepse shumica e politikanëve këtu thot, kur janë duke bërë fushat, të gjithë janë të mirë, por kur shkojnë në pozicionin e tyre publik, të gjithë shfaqen atë lloj problematike. Si gjithandej. Dhe atë kam qenë duke e thënë në parlamentin e qytetarëve. Te parlamenti qytetarëve është kjo Platforma e tij. platforma e tij. I papar. Është i martuar me fëmijë se Are you married? Do you have any children, Samson? No, I'm a family man, yes. I have a woman and 8 children. Kam 8 fëmijë, thot. ka 8 fëmijë. Yeah. Dakor, me të njëjtën grua. With the same wife you got 8 children? Yeah. Are you surprised? Ose i lezesh. Samson. Samson, I've not even closed it, I don't know. çfarë thot? Nuk e dëgjova. Thuaj edhe një herë sepse po flasim. Can you repeat that, please? I didn't hear that. I'm saying that maybe I've not closed it. I can even add another one. There's no problem. Nuk e Se flasin anglisht me dialektin e tyre, thash, me dialekt shisi që është. Nuk e kam problem, tha, dhe po të kisha me gratë. That is not corruption. Corruption is not bad. Corruption is bad if I am involved. Nuk është korrupsion të dëshmi. Nuk është korrupsion të dëshmi. Si që është. Samson, ç'është ajo natyre bukur atje mbrapa? Ç'është ajo natyre bukur atje mbrapa? Ju jeni në Kenya tani? That beautiful picture behind you, that beautiful nature behind you. Are you in Kenya now? Where are you? This is my home. Kjo është shtëpia ime. Dakor, po ne nuk e shohim shtëpinë, shoh vetëm kopshtin, disa pemë. We I love don't... nature, you can see. Yeah, we see only the garden over here. Yes, this is my home, my compound. Kjo është shtëpia ime, thot. Ja, shumë kurioz ta shoh shtëpinë si e ka. Ne dërgon të shtëpinë thuaj? Can you show us your home, please? We see only the garden. If you could please... Një moment vetëm po ta kthe celularin. Only just a moment. Jam kurioz ta shoh shtëpinë si e ka. We're curious to see Nuk that. do të kesh shtëpi me oborë mes natyrës atje? You have a big home with a garden in the middle of the nature. Yes, and Nuk this është se is nget now mirë celularin, western no? part of Kenya. Çfarë thot? Can you repeat that? Western Kenya is in the western, Kenya. not Nairobi, outside. Western Nairobi. Kenya. Na Kisumu. Është Kenya to be specific. perëndimore. Në Nairobi është. Not Nairobi. Kisumu. Kenya perëndimore. Okej. Në perëndim. Është në fshatë. Në perëndim të... Nuk na i tregoj shtëpinë. Në fshat, unë prandaj jam kurioz ta shoh. Nuk na i tregoj shtëpinë. Nuk e përdor shumë mirë celularin, ë? Se nuk di ta përdorin atë jo? Nuk e përdor shumë mirë dhe edhe lidhjen me zi e kryem, domethënë, kështu që Po si ka mundësi? Po pse nuk o? Raporti jot me celularin është pak i vështirë më duket apo jo? You have a difficult report Samson. with the telephone. Samson? Me can hear you, I don't know why, maybe. Mund të ketë internetin e dobët, se nuk dëgjon mirë.
On my side is very clear. Nuk dëgjon se të kishte kufje. Unë ju shoh shumë qartë, thot. My sight is very clear, he says. Se që vinë mesazhe. Dëgjoj, do me thënë, Samsoni e di që është bërë i famshëm me atë shprehje? Samson, you know that you are famous with that quote. Yeah, I know that I'm famous, E di që jam. but I need people to interpret it the way it should be. Qa tha? Nuk e dëgjoj. Nuk e kupton mirë. Jo, nuk e dëgjoj, nuk arrit. Jo, ti e dëgjon për të dëgjuar, valla. Nuk arrin do ta kuptosh çfarë thot. Jo, Se po për ta kem dëgjuar. me kufje e kuptoj, po nuk e dëgjoj mirë. Vjen me zhurmë dhe theksi. Është dhe theksi, më është theksi. Ledio, ti e kupton E theksin? di që jam i famshëm, thot. Por dua që njerëzit ta kuptojnë atë. E pra, e kuptojnë ato, po ta vanë fiks. Po tani me se e fiton jetën? What do you do nowadays? I was in the government actually as a director, Kam punuar si drejtor në qeveri. Në qeveri? and now my time has ended. Jam pushuar. Just now a simple farmer Qa tha Ledio? in my village. Jam pushuar dhe tani jetoj në atë qytetin e vet Jereçi, më duket se është qyteti. Gjynamër, sa isa gjynamër vjen. Why did you get fired? Bravo. Se u pushove. Bravo. Come again? Why did you get fired from the job? No, I was not fired. Actually, I was there in a different organization for appointment for 3 years, and then another one 3 years, another one. Now, as we here, actually, last year, my time came to an end. Kam punuar për 3 vjet në një organizat tjetër, pastaj për 3 vjet në një organizat tjetër, por nuk jam pushuar nga puna, thot. Okej. Vetëm i kam mbaruar kontrata. Po. Is there big corruption in your country? A ka shumë korrupsion në vendin tuaj? I'm telling you, that is a disease which I don't know where we can start. It's a Nuk di nga big t'ja filloj. disease. Mund të bëj pyetje? Ja, Është një smundje shumë e rëndë, është smundje e madhe kjo. Në Kenya, a? Po Fatbart Kadillin e njeh, o... There is an Albanian who works in Kenya, Fatbart Kadili. Jeton në Kenya, Bardi. He lives in Kenya. Po te më çja, po kote bërë të pyetje. He lives in Kenya, I don't know him. Jo me lere fare, jo. Dgjoj, po ishte kot kjo Kjo e korrupsionit që e kanë pushuar nga puna ose i kanë mbaruar kontrata, është kjo arsye pse nuk tregon shtëpinë? Se di, si. Ka vështirësi teknike ai për ta treguar shtëpinë, kjo okay. është nuk është. Se mund të jetë shtëpia. Nuk e di pra. Kopshti është joshës. Kopshti është i këtij prabanesh. Ose mund të jetë barake fare dhe i vjen turp. Mos harroni këtë, ë? Ja, është me ndriçim aty shive ti. Ndriçim ka, po mos nuk është shpinë e vet apo. Ka në një hotel ai shkreti, mos nuk ka internet apo. Atë nuk e tregon. Is there problems with internet in your country? Internet. Yeah. Is there problems over there with internet in your country? Not that much, is only that it's too expensive, it's not regulated. Është shumë i shtrenjtë. Tani un kam një pyetje. The network is okay. The network is okay. Yeah, por networku është në rregull. Kryeministri i Shqipërisë thuaj, kryeministri i Shqipërisë, Prime Minister of Albania, nuk e di a ka dëgjuar ndonjëherë. I don't know if you the Prime Minister of Albania, Mr. Samson, I don't know if you ever get to hear about him. Edi Rama quhet. Edi Rama, it's his name. Ai ka filluar No, tani. I've never. Normal. Gjuna që nuk e njeh. Ramsi ishte i njohur ndërkombëtarisht. Such a pity you Pa don't know internet, him. pra. He is kind of a global leader. It's global leader thuaj. Yeah, but I've never heard of his name. That's what I'm saying. Nuk e kam dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar. Ai ka filluar tani kohët e fundit, ka filluar ta mbrojë shumë korrupsionin. Lately he's defending corruption. Our leader, our global leader. Më përpara thuaj, Before përpara thoshte që ne nuk mbrojmë asnjëri që he ka said probleme me that we drejtësinë. don't defend anybody who has problems with justice. Tani Now që drejtësia po i afrohet pak të njerëzve vet, Now that justice is coming after his closed people, ai thot tani nuk është kaq e thjeshtë, thot ne kemi 83 vota, ne do e mbrojmë thot njerëzit tanë. he says nowadays we have a majority, we have 83 deputies. Tani si e mendon për shembull? What do you think about this? Çka ndodh me kryeministin At ton? first, what happened with our prime minister? At first he said that we don't defend people with corruption. Nowadays he's saying something else. Është fiks në një mënyrë, është përmbledhja e shprehjes së famshme të Samsonit. It's just like the Kjo që po quote, bën kryeministri i Shqipërisë këtu. it's just like yours quote, Essence, what po. our prime minister is doing nowadays here in Albania. What do you think I about it? defend it.
He defended. Yeah, because you know when you enter into a government or a system whereby everybody wants to become rich, Qa thot? unless you have that nerves and everything, to stand the pressure becomes a problem. Qa thot? Ledio, se ti mbase e kupton në mirë dialektin e Kenias në anglisht, se sa sebi. Ha? Edhe zëri me shumë eko. Jo, më zëri vjen shumë mirë të më burr, është dialekti më burr. Jo vjen i lartë. Can you repeat again, please? Jo, më se e përkthen Ledio burr. I'm saying that maybe when he was outside before joining the government or that position, Kur ishte në një pozicion tjetër, pra kur nuk ishte në pozicion e kryeministrit, ndoshta ai thoshte këto, thot, dhe besonte këtë gjë, ndërsa sot Yes. And after? that corruption was a bad thing. But when you enter into a club of people who are now believing that corruption, po kur ty hyn Then në you pjesën join e it. njerëzve që e bëjnë atë korrupsion dhe janë brenda atij korrupsioni, U kënaqe, ha? after tasting that money, it becomes so sweet. parat you duken defend it. kaq të ëmbla, Pra ti duken kaq të mblat, thot, sa? Yes. So that is what is happening, Vice President. prandaj ka filluar të mbrojë. Se i duken paratë e ëmbla. What's S'ka the, faj për burr. what's Çdo the njeriu. biggest corruption case in your country? Cili është rasti më i madh i korrupsionit? Bravo. What's the biggest About corruption? those Did you hear it's me? about actually, I can hear you. Yeah, okay. It's about the issue of procurement, of tenders, constructions of the Ndërtimi, government. tendera. Problemi më i madh është janë tenderat edhe ndërtimi. Po normal. On what amount are you talking about? Çfarë shumë po flisni? In terms of billions, and you remember, these billions are coming from the people who are lending us money. Miliarda, vjen. Because our economy cannot sustain. We are only borrowing. Vetëm So we marrin are borxh. borrowing in the morning, in the evening, you steal. Marrin borxh dhe ato që marrin borxh edhe ato i vjedhin. Po normal, njësoj më burr si këtu. Po thuaj që e vjedhin vetëm thuaj qeveria në Kenia, i vjedhin vetë thuaj këta udhëheqësit të Kenia apo i vjedhin në bashkëpunime të huajt? Do they steal alone, your leaders over there, or do they cooperate with the foreigners? Është korrupsion. Well, Local it abort- depends because sometimes Varet. if foreigners are coming to give you money, Të huajt vinë dhe ne japin para. then they also come, they Pastaj- tell you that they are conditioned, or else Pastaj- they are not going to award you the tender. Pastaj të vënë dhe kushte. But do they cooperate with the leaders over there to get some profits? Yes, they do. Po, e bëjnë. They do. Edhe e fundit kjo, kryeministri aktual tani në Kenia, si e ka emrin Samson, si quhet, dhe a është i korruptuar apo jo? What's the actual prime minister's name in Kenya nowadays? And do you think he's corrupted? The prime minister in Kenya? Yeah. What's his name? No, we don't have a prime minister. Musalia Mudavadi, like for example, there's no position which is known as prime minister as we speak, Nuk kemi pozicion but për ministri, because of corruption, por për shkak të they have korrupsionit, created an office which is now chief minister, which is not within our constitution. That is also corruption. pra ka një pozicion që nuk parashikohet në kushtetut. Këto që kanë këtë Ka kryetar. një kryeministër, po që në kushtetut nuk e ka emrin kryeministër, pra nuk duhet të Pra jetë. shefi i të gjithëve dhe është i korruptuar, thotë. Pra ai është aty Domethënë korrupsioni fillon që këtu, paligshëm, pra ai por ka është- një post që s'parashikohet në kushtetut. Po qa, nuk është president? Po pra është një post që s'parashikohet në kushtetut dhe ka shpall veten kësaj. Ore, kush i qeveris Kenia tani Po vëlla? pra është një person i cili i ka dhënë një post vetes që s'parashikohet as në kushtetut. Ka mund si duhet jetë komenti këti, mo. Ka mund si duhet jetë Po koment. bën politik Samsoni tani. Mënyra si e komenton Samsoni është shu, po. Ai është i zgjedhur nga populli apo jo? He's elected from the people, I think. No. Jo, nuk është i zgjedhur. The prime minister position was created in 2007 U krijuan and it was 2007 si disbanded. We pozicion. don't have a position of prime minister. Dhe nuk kemi aktualisht But kryeministër. because of the ethnic formation, Por për çështje our current etnike, president, who is also the chairman of Corrupt, have created position for his person so that the prime minister and ethnic community can support the government. Otherwise, that position is there not there in existence. okay, kemi president, po ka krijuar për një shokun e vet, ka krijuar një pozicion si kryeministër. Ngjashëm me kryeministër. A prezidenti është ky që thotë Sokoli, si e ka emrin?
Si quhet? William Ruto. Po ç'është ky emër? Më? William Ruto. William Ruto është presidenti. He's the president. He is the chairman of corrupt people. Ç'a thon? Po bën politik tani. Edhe kryetari i Çfarë korruptuar. kemi ftuar ne? Është shefi 20 korruptuar. Po nuk na ndjekin në Kenjë më thuaj. Po nuk ka rëndësi, unë e kem për shefin tonë, o burr. Jo, po ai po bën politik. Thua ti, Ne pa kemi kurioz- ai do hedhi në atë këtë molla. Është me anglisht, do hedhi në YouTube-in e vet. Why do you think he's corrupted? How does he act? Kemi What, zgjatimi i Kenjas. Ne zgjatimi Kenias, ne e bëjmë për shefin tonë, ai do përfiton për gjërat e veta, po. why do you think that your president is corrupted? Do you see any evidence over there? He's a person I knew since in 1992. E kam njohur që He has been 92-shin. representing negative energy in Kenyan politics. Dhe He si has vetëm the wealth energji which he cannot negative. account for. From when Moi was the president. Ç'a thot? E njoh që në So 92-shin it's si vetëm energji negative. in our courts, corruption. Does he fear justice? A ka frikë drejtësinë? He doesn't fear justice because actually if you can buy the magistrate, Nuk e ka frikë drejtësinë I mean sepse the i blen judge, magjistratët. why hire a lawyer? Pse të marri avokat kur ai i blen magjistratët, gjykatësit? Është një soi më burr. Ej, un kam një pyetje, pastaj do lëm Arsitin dhe Flogertin dhe Sokoni që s'ka një pyetje për t'i bërë. Kam. Ja, një sekond, do bëjmë një tjetër unë. O, Samson, Yes. cila është qasja juaj, si aktivist, si kulturalisht, po themi, dhe politikisht, cili është pozicioni juaj në raport me kolonizimin që u kanë bërë anglezët, pra që anglezët i kanë bërë Kenjas në vite. What do you think about the colonization of Kenya from the British? Ju mendoni që kolonizimi nuk është i keq, apo është i keq? Colonization was bad or good in No. your opinion? No, it was not good at all because we never realized ourselves in a holistic manner, socially, politically, economically, everything we borrowed. And so everything is like the British are in front and we are following. Jo, asgjë, të gjitha gjërat shkonin tek kurora mbretërore, ne nuk kishim asgjë të shte, as ekonomikisht, as gjë tjetër. Po tani Kenia është vend sovran apo vazhdon ta shfrytëzojnë të huajt? Kush është tani thuaj? Kush e ka zvendësuar anglezët? Ja vazhdojnë të jenë anglezët atje të fuqishëm? Dhe ç'pasturi ka ky vend molla? Did any other country substitute the British? Is Kenya a sovereign state nowadays? Come again? Kenya is a sovereign state, actually in papers. Vetëm letra është sovrane, thotë. Po pra, po kush janë të huajt që e shfrytëzojnë? Who is coming Kush përfiton? after the British? Who is profiting? If the British left, who America came? is profiting. Amerika, thotë. A janë amerikanët? And mostly China is now there. Edhe Kina. Amerikanët dhe Kina janë të dyja. Where? In what industries? Në cilat industri? China is doing construction all over, actually in East Africa. Kina It's po, there, China. Kina po bën ndërtim. Ndërtime gjithandej në Afrikë, po. And the States? The state actually, in terms of supplying military wares and everything, they are building their bases all over. They are Amerikanët cutting na sillin deals armë with the government. dhe bëjnë kontrata me qeverinë. Bëjnë kontrata me Po, qeverinë. na sillin armë. Po nuk kanë konfrontim mes tyre. Pra tani Trumpi me këtë Xin, Xi si e ka ai, nuk është se ndeshen në pra thuash bashkëtojnë mirë kompanitë kineze me kompanitë ushtarake të amerikanëve. Pra bashkëtojnë atje në Kenya. Nuk kanë Is probleme. there a problem between the Chinese and the American business in your country, in Kenya? Do they cooperate over there? No. There's a silent war because people are going to China because their things are cheap. Po, But njerëzit you po know shkojnë. also cheap is expensive. Ç'a thot? Ka një luftë të heshtur. Mes tyre. Po, njerëzit po shkojnë në Kinë, thotë sepse ka çmime të lira në Kinë. Por e lira është shtrenjtë, kushton shtrenjtë thotë. E lira kushton shtrenjtë, po You normal. know, Politikisht. it's easy to drive even China vehicle in our roads than buying a vehicle from America because it's too expensive. So Kenyans cannot leave China. Ç'a thot? Jemi shumë të lidhur me kinezët, thotë, është më e lirë që të kesh një automjet prodhimi kinez dhe të udhëtosh në rrugët e Kenjas, sepse është i lirë, kurse automjetet amerikane janë shumë të shtrenjta. Mendo ka si Rama. Po prandaj po them pra. Po ja, erdha. E shikon çka kurioziteti ka Kori për ta?
Se ti thua se intereson Kenya ne, po ne jemi si Kenya, thjesht ngjyra ndryshojmë molla. Ne jemi të bardhë, ata janë Ne jemi zgjatim se ata janë. zgjatim pra. Bravo. Të paktën ata i kanë lënë anglezët aty. Bravo. Ne na la Enver Hoxha, kanë ndryshim shumë të madh. Fiks. Ata Jo Enver Hoxha, ne na lanë Osmanët. Po, Osman. Paktën atyre i ka lënë Britania diçka. Po, patjetër. Një mënyrë më ndryshe se ne. Sigurisht. Shqipëri nuk të ndodh ajo që i ndodh Samsonit në Kenja. Dhe e fundit fare, para se i lë kolegëve. Vet Samsoni është kulturalisht i majt apo i djathtë dhe me kë është në këtë histori, ndihet më pranë kinezëve apo amerikanëve? Left wing or right wing, Samson? And you are better with China or the States? What do you think? That is the ideological question. Si tha? Because as we speak, it's about the power and people want money and everything. So I'll be in the right, but not far right. Jam në të djathtë, po jo në të djathtën ekstrem. Dakor. Që ka i qëndrës me. And what about majt me ka. China and America? The China and America, I'll have a little bit with China because actually in Kenya we leave China, we buy China and everything is China. America give us victory. Sepse gjithçka e blejmë nga Kina. Është më afër Kinës, pra, Po, ndjehet më. jemi më afër Kinës. Interesante shumë. Tani do lë kolegët e mi. Filloi Amarsit, pastaj Flogerti, pastaj Koni që se ka. Të cilin po e them paraprakisht shqip, pastaj do ta bëjnë anglisht. Po patjetër, po se the shqip. Në qoftë se kryeministri Jon Edi Rama e thret Samsonin për ta bërë këshilltar, do pranonte të vinte për ta ndihmuar në luftën kundër sistemit drejtësisë? Pati mirë mendja. Samson, if our Prime Minister Edi Rama makes you an invitation to come here like his advisor against for the war against the justice, you will come here and help him with advices? Well, if he can invite me, I'll appreciate. But so long as he knows that my position, that another one is possible, which is corruption-free. So I'm ready to sacrifice to do that. Qa tha? Kush dhe përkthej? Unë se dëgjoj. Po përkthej ti. Ai thot pak a shumë që unë do e pranoja të vija dhe të bëja këshilltarin e tij, sepse është edhe zhurma, në qoftë se korrupsioni nuk do ishte vepër penale, po të ishte diçka edhe e lirë për gjithë njerëzit. Po fiks more So you will give him the advice that to make corruption free for all the people. Come again? So you will give him the advice to make the corruption free for all the people. This is what you are saying? No. I'll give him the advice to stop corruption, not actually for him to go on. So in other words, I'll be a poison if he invites me. Më duke se e kuptuar gabim. Po. Ti përktheva atë që do doja ti të thoshte. O Martin, o sa i madh. Can you repeat again that? Ledion Adimove ti Do t'isha kundër kësaj gjëje që po thotë The Marsiti. invitation is that actually he is sick and he wants me to come with the medicine. So I'm coming there to cure with him with the medicine, but maybe before I take my flight, he might take me to jail. Mr. Samson. Do vija ta, pra, në qoftë se do ishte një gjë. për kthimin atë i sa jeta. Në qoftë se do ishte e tillë, do vija tisha, pra, në qoftë se ai është i smur, do vija të bëja mjekun e tij për ta shëruar atë. Po jo për të më çuar në burg. Ne nuk e pyetëm ç'za nat fillestar ka Samsoni molla. Dim që ç'a shkollë ka mbaruar se nuk Which is your school that you have finished, Samson? Your profession? For what you have studied? Profesioni bazë thuaj. Fillestar. What did you study for? Legal aspect. Ç'a thot? Law. Law, ligj. And political science. Është kolegu Marsitit pra, ka mbaruar ligj po. Samson, do you smoke? Edhe i se vit po. No, I don't smoke. Nuk pi cigare. A pi alkool thuaj? Do you drink alcohol? Shtrenjt më burr. Prit. No, I do that, but not that much. Ç'a thot? Po e pi. Po drog thuaj. For the stomach. Drog thuaj, drog. No. Prit tani. Prit të vazhdo. Do you consume drugs? Jo, nuk ashtu, nuk po analizoj. No. Dgjoj. Samson, our Jo, po owner. pyet vetë këtë gjë, aman, tani është momenti, se janë pyetje seri. Përderisa kanë akuzuar për ngacime seksuale Samsoni. A është e vërtetë që mund të ketë pas pak dorë dhe Samsoni, pra, është qefli pyetje herë. Ai është qefli? Do you like a little the corruption?
Si e the? Come again? Atë pëlqen pak korrupsioni dhe ty? Jo më dha, po s'është kjo pyetja. Është qefri femra është më vërtet. Aha, okay. Tash të the për korrupsionin. Samson, Një lloj korrupsioni është dhe ai, po duhet të thënë. do you like the women's? What do you think about that? Liking the women, that's a very serious question. Është i lezetshëm. Even my mother is a woman, and my sister are women. Yes, I love women, Po, but not with that angle you want to put it. I dua thot, po jo në mënyrë si ma bën ti pyetje. Një sekond tani, sekond. Endri Shi si qeshur, kënaq të femrat, e shikon? Endri Po se nuk e kanë akuzuar kot, jo, dëgjoj. O ti, bishaka, mos e përktheni ti. Zoti Meksi ka një mesazh Çfarë thot Meksi? për Samson. Endri Meksi ka një pyetje për Samsonin. Çfarë thot Meksi? The president of MCN TV, Mr. Samson, Endri Meksi, he invites you to come to Tirana Bravo Meksi, pa parë. Thank you. to smoke something or to get some drink together and to take some pictures too. Everything paid Okay. and more, he says. Yes. Thank you for that. You will come. You accept the invitation of our president, Mr. Endri Meksi? I accept the invitation. There's no problem on that. Mi bo vizën tani këtij. A vjen dot Shqipëri me vizë, do të marrë vizë për Shqipëri apo? You need to get a visa to come to Albania? Ku e ka iden ai? Se di nga bi Shqipëria. Pritet aty. I don't know. Through your embassy, I think so. Çfarë thot? Mendoj se po, duhet shkoj te ambasada, thot. A e di thuaj Samsonit, Meksi e i paparë, shikoni vajte mirë mendja Meksi, vata marrim sepse është dysh ta kemi në studio. Është personazh. Samson, Yes. mos miku, çfarë do i thoshje më burr? Lumë ku marrë? Ue, miku, Do you gamble? miku pyetja brillante që në mendje miku. No, As I don't gamble at all. Ky s'ka asnjë vens më burr. Që ke njëri me fatit. Ka vetëm këtë femra shumë burr thotë. You're lucky, you just like the women's. Ky është i vetmi ves, po themi. Është si qesh. Pyetje që po ja bëjmë. T'ja bëj unë. Po ja bëj shqip. T'ja bëj unë. Okej, bëja. Një sekond Kolir, para se ja bësh. Po. Ju që mbrini këto momente, zonja zotëri dhe që na shihni gjithandej dhe në YouTube, tek faqja ime në YouTube, thoni me vete, Arian, po kush është ky morva? Kush është ky? Ku e kemi parë këtë tipin e? Ku e kemi parë? Që ju të mos krijoni kaos në kokë, ne do ja kujtojmë ku e keni parë. Ja kush është personazhi ju e doni kaq shumë dhe nuk flini deri sa unë ta mbyll emisionin me shprehjen e tij brillante tashmë e njohur në gjithë botën. Corruption is not bad. Ledio ka gati. Dhe plasi Ledio, do bëjmë një xhiro Ledio, dhe pastaj do rikthehemi prapë me Samsonin se ka pyetje Koli dhe edhe Flogerti. Shikoni kush është Samson. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Dhe bëjmë një xhiro urgjent, me që jemi në këto momente në për xhiro të mëdha, për vetëm në Keni na duhet karburant zonja zotërin, po ku do mbusheni? Vetëm SPO Ili. SPO Ili, një super karburant që ju jep frym dhe jetë makinës tuaj. Kujdes, është i vetëm karburant që siç do thoshte miku im Marsit Gupi, nuk bën çek motori. Shper çek motori, shper. Nuk ka çek motor te SPO Ili. Saidi, miku jon, Saidi është pronari i SPO Ilit, ju fton të gjithëve të bëni diferencën midis mashtrimit që u bëjnë të tjerëve, ku ju hedhin naftë ose benzinë, dhe SPO Ilit. Shikoni të logon bani më të mirë, mos fusi çdo lloj zorre që u der përpara në rrugë. Të shkoni vetëm te SPO Ili, e keni gjithandej për Tiranë, jashtë Tiranës, gjithandej. Shikoni të logon, fiksoni mirë. The Fuel of Champions është karburanti kampionëve. Bravo Said, je i papar. Ky është momenti të bëjmë një xhiro Ledio, ndoshta të rikthehemi edhe pak minuta me Samsonin, sepse ka pyetje Sokol Bregu dhe Flogert Muça dhe Sebastiani, dhe pastaj të vazhdojmë emisionin për qefin ton. Më në fund Meksi na dha një ide, do ftojmë, ai pranoi, do vi Samsoni në Shqipëri. Nuk është akoma. Po nuk është Ledio, do jetë që ke vështirë pas ta rikthehemi prapë, sepse do kryejmë gropa. Samsoni zonë zotin për gjitha që nuk e din. Dhe mund ta mbyllim, po. Po nuk erdhi s'ka gjë. Plasë edhe një herë Ledio, kush është Samson, si e ka mbi emrin, prit sekond, Samson Ogjiajo. Samson Ogjiajo, shikoni. Afrikanë më i famshëm në Shqipëri, shikoni. Ja. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes.
But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Është dhe aktor, mu. Çfarë perle është, si aktor më po, është si aktor, edhe pse nuk ka lidhje fare me aktrimin, është. Por i lidhet sërish. Por i lidhet? Po. Okej, atëre, Sokol Bregu pyetje për Oxhiajon. Tret shpejt. Për Samsonin. Shpejt. Pak, ndihmo pak, Sebastian. Jo, thuaj shqip ti s'ka gjë se. E para është kumari i lishëm në Është lidh akoma, Nuk është lidhur akoma? Po. Nuk është lidhur se shoh fytyrën që është i ngrirë. Dhe pyetja e dytë është është kumari i lishëm në Kenya, dhe pyetja e dytë që është më thelbësorja është se lidhet dhe me korrupsionin. Në Shqipëri thuaj ka një prokuror special i cili ka një problem shumë të madh, nuk i pëlqen parat. Ka një prokurori speciale. Ka një prokuror special, se prokurori speciale Si një prokuror, pa ata janë shumë. po të mani se të tjerët. Për të mani thua ti? Ka një prokuror special që ka një problem, ka një problem në Shqipëri që nuk i ka qef parat. Qa mendimi ka? Ja bën do të sep të pyetje? Jemi. Hi, Samson. Yes, hi. Jepi. Samson, we have a special prosecutor here in Albania who don't like the money. What do you think about that? The prosecutor... A special prosecutor who don't like the money. Special prosecutor kemi ne. Special prosecutor who don't like the money. Yes, but then he will face the problem with these people. What? Can you repeat? Because some people love money, and if you do not love money, then in other words, is joining the camp of non-corrupt people. Mirë po i mbushi burgjet me të korruptuarit, si t'ja bëjmë. Po dale, se nësë morën veç ata ai. Kuptove gjë ti Ledio? Po se kuptua, nuk ka kuptim të vazhdojmë emisionin. Ledio, kuptove gjë ti? Pra, ai është në vendin e gabuar, domethënë. Pra me njerëz që nuk e pëlqejnë. Po thuaj, po i mbushi burgjet me të korruptuar, si t'ja bëjmë. But he sent all the corrupted people into prisons. But I think that's a good, because according to the law, actually, he's doing the right thing. Është gjë e mirë, po të shohësh ligjin, kjo është gjë e dur. Tani pyetje e dytë, që bëri dy pyetje, kumarja është i likshëm në Kenya? What about the gambling in Kenya? Is it lawful over there? E flet mirë se anglisht, a? No, it's lawful gambling. There are some companies that are gambling. There's a law which governs that. Po, është i ligjshëm. Është i ligjshëm. Kush kishte? Flogert, për ta mbyllur. Po e them shqip si fillim. Shqip. Për Samsonin, pse nuk krijon një parti politike? Why don't you create a political party, Samson? Why am I not in a political party? Don't you create one? Don't you create one? Why don't you create one? We have so many political parties, yes, and even creating is not that hard. But you see, it depends that you need a lot of money, because the reason why you form a party is because you need to go to get power. And that power, you need a lot of resources for you to get there, because of that corruption part of it. Citizens want to be bought. Qa thot? Ne kemi shumë parti politike, nuk është shumë e vështirë për të krijuar një parti politike, por ajo që është çështja është që duhen para. Prandaj thot corruption is not. Me ato tallet, ajo është gjë e bukur shumë. Ajo është shumë e bukur. Unë do kisha qenë një kolegi mirë i joti. Qa thot? Dakord. Le, është midis nesh kjo, s'ka lidhje, merr një mesazh. Dgjoj. Pyetje tjetër kemi apo ta mbyllim sonte, se vajti shumë vonë. Kemi 50 minuta, E presim studion. The last one, e fundit. Ta pyesi pëlqej më shumë firmat europiane apo ato afrikane? Po. Samson, you like more the European girls or European women or the African women? That one. I love my wife. Okay. Më pëlqej gruaja ime. Pëlqej gruaja ime. Po çon normal. 8.000 do thot. Ja të besuam, tha. Dgjoj, o Samson, dhe pyetje fundit fare. A e di se ku ndodhet Shqipëria në hartë? Kenya është një vend tmerrsisht i madh, ëh? Bëja pyetjen Sevi. Thuaj Sevi. Do you know how to find Albania in a map? Albania is in southern America.
Shqipëria I mean Europe. I mean. Ka një Albani atje në fakt. Shqipëria është në jugun e Amerikës. Thank you. Atë vetëm ata Albania njeh thoj, nuk njeh asnjë Albani tjetër, pritani se jemi shumë kurioz valla. Do you know only that Albania in South America, or you know any other Albania, for example? Southern Europe. Në jugun e Evropës. Në jugun e Evropës. Në jugun e Evropës. Po, kë kemi në shtete në krah? Ditë më thos kush na kufizon? Kush janë dy shtete që na kufizon? For example, do you know Por të kuptuam, nuk është nga harta do apo you jo? know any of our neighboring countries? No, I can't tell. I Jo. don't want to lie. Nuk e di. Po për shembull Greqia, e di ku ndodhet Greqia, pyete herë. Do you know where Greece is? It's also southern, Europe, Në jug but I të cannot be specific how Nuk they e di. any with the Nuk e di tamam. Po vetë Italy. Do you know Italy? Where Italy is? Italia. Sa dove Italia? Italia is also in Europe. That's what I know. You know, Di që edhe Italia është vetëm në Evropë. bukur, tani para sa përcjellim, ka dalë ndonjëherë nga Kenya? A ka shtitur ndonjëherë jashtë Kenjas, pra ka udhëtuar apo jo? Did you ever get outside of Kenya? yeah. I've gone to different states. Ku në Afrikë? Po, In kanë qenë në Sweden. shtete të ndryshme, në Sudan. Në Sudan. Only in Sudan. Sweden. Në Sweden, më Ah, Sweden. Ka vajtë Sweden. Sweden. I thought you said Sudan. Ka ardhur në Europë, ka ardhur. Have you ever Sweden, been in Sweden. United States? No, in Africa, I've visited different states. Si thot? Can you repeat that, please? Ledio, na ndihmo. No, in Africa, I've visited different states. So many Ka states. vizituar but vende I'm të ndryshme saying in afrikane, Europe, po pyetja është, have you ever been I've in the gone United to States? Sweden. Kam qenë në Sweden. Okej. Have you ever been in the United States? Çdo më thon Ledio? A ke qenë herë në No, Amerikë? I've never been. No, I've never gone there. Po në Kinë? I've China? gone to Qatar. I've gone to Dubai. Qatar. Edhe në Dubai ka qenë. Ka qenë në Dubai, Ledio? Yeah. Okej. And your country is Muslim majority or Catholic majority, or do they have any other religion? Janë çfarë feje kanë? We have Protestants, Kemi which is protestant, Anglican Church from England, and Catholic. Anglezët dhe katolikët. Actually, Catholic majority followed by Anglican Church. Okej. Çani është mesnat atje, ë? Është mesnat atje? Po. Sa është ora më burr? Sa jemi diferencë? Ne jemi 10 pa 10 tani. Sa mund të jetë në atë? What's the time there in Kenya? Si thua sa është ora në anglisht po? What's the time? What time is it in Kenya now? Samson. 12 7 minutes to midnight. 7 minutes to mid. 2 orë para është. 7 Okay. minuta para mesnatë. Okej. 12 pa 5. Samson, thank you very much. Thank you for inviting me. We will see. Sa bukur unë. We will see Samson. Do shihim shumë shpejt. Ftesa është, ftesa qëndron nga pronari i televizionit. Yeah, you got the invitation from the president, from the owner, Henry Maxi. Do t'i kontaktojmë ne thuaj. We are Thank going you to very contact you. Thank you very much. Thank you. And have a Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Rova, mos e diona iku, puna Rova ta thoshja, ata bënte live. Jo, mo. Ledio, lidhu dhe njerë. Ka Iku. Mos, Sa u shkëput linja. mos. ndaroj Puna Rova të thoshte ma bënte live më burr. live tu o burr. Lidhu dhe njerë, Ledio, lidhu, ma bënte live të mërë që thot, Po, të ka- videos që thot ta bënte live. Të lutem Ledio, lidhu se unë vetëm për këtë tani mund të ndërpres emisionin. Se ishte komplet fajim, harrova që në fund do ta bënte ky live më burr. Të shohim do bënte njësoj apo jo. Edhe ne do bënim nga mbrapa, yes. Kur thoshte ai, but I am involved, yes do thoshin ne. E ke parasysh do bënim ne Shton yes, ata aty, si shton ata aty pra. Do bëheshim ne, sa thuash dekori aty. Le të lidhë një herë, të lutem, mos na iki. Imagjino Samsoni tani ka hequr ato i shkreti, ka hequr ato dhe bam, është nisur direkt. Të ketik direkt thua apo jo? Se më parë do të lidhem me Benin një herë, pastaj të lidhem me Me këto lidhesh? do të lidhem me Benin, do të lidhem me Samsonin nëpërmjet Benit. Kemi një qark të mbyllur kështu. Është një. Po Beni kush është o plak? Beni është i shoku Simpsonit. Samson. Samsonit. Beni. Është tipi që na lidhi me Samsoni, se ai ka menaxher, duhet të thënë.
Nuk ja thamë, këtë është menaxher Samsoni, ja? Po ti? Përse merr do direkt. Personalitetet? Famshëm shumë. Ledi, o të lutem lidhu, ose thuaj dikujt atje të lidhet, ama. Sepse unë nuk e mbyllot emisioni sot nëse ai nuk e bën live. Corruption is not bad. Fjala corruption si e thon afrikanët në anglisht më pëlqen shumë. Corruption. E përse të mbush gojën ai, se e ke gojën me shkum. Corruption. Se thon corruption is not bad. Nuk është për hando një gjë, ka thënë. Sokol Bregu, u kënaqet apo mërzite? Jo, kënaqet. Lezetshëm. Jo, ishte Ikëm në Kenya, bëm një xhiro plak në Kenya, se ngelëm këtu o burr. për vetë se ndryshuam Ndryshoi që ka atmosfera. ndryshuam atmosferë, po të njëjtat probleme. Bravo. Të njëjtat gjëra janë, life e vish, po tjetër më dieta i mohabet. Çfarë thot Meksi? Çfarë thot Meksi? Unë do kisha qenë një koleg i mirë i joti, po tamam. Me këto me të kishim Meksi në studio do të isha kënaqur. Dhe bën pyetje shumë. Po s'vjen ky Meksi, ç'të them unë? Opa na çon një Ua, e bëri memen direkt. E bëri meme le dio Meksi. E vet? E bëri meme, e shikoj ana. Shik, veten e vet me puro, duke pirë, kape çik le dio këtu. Ja. Samsoni në krah, Te MCN, Sebastiani, jemi te kafe MCN këtu dhe kush është tjetër? Sebastiani, Ola dhe Xhevi. Asa i lezetshëm e. Meks në duhet patjetër Samsoni vlla. Eno ka kontaktet, Eno e kemi. Eno është një djalë që merret shumë me emisioni. S'kemi ç'bëjmë tani. Eno Ja ka përmendi, po dhe përmendi ndonjëherë. E ka Pa edhe jenë në jashtë. emisioni, mos. E ka edhe me kanatiere, që është me kanatiere. Ku është me kanatiere? Po, është edhe Samsoni me kanatiere. Ku është? E bëri tani është tjetra. Se më ka nisë në WhatsApp. Po, është me kanatiere. Nesër Me markën e ketë. ç'ja ledi ose nxjerrim në fund to? Kjo qenë ka me speciale. Ç'ja që ledi ose nxjerrim në fund to? Fund të emisionit. Edhe kanë atjere të lira të mira, 53 euro. Po memet që bën me është meme me Ka tjetë të zeza. E ketë... Por e se mos e fut kot Meksi është tallur, sa i tallur vëlla. Jo, jo. Se e gënjyen publikisht pastaj. Nuk tallet. Jo, më tema. Se Meksi mund të bëhet pishman deri nesër vëlla. Tani do të paguaj për Samsung. Fal, aq i famshëm është Samsoni, sa çdo hotel dhe restorant Tiranë do e priste me kënaqësi. Ça fletë Po po. kaq. Ça fletë po. Meksi nuk e ka të hall, por fjala vjen. Nga që ka dhe por amanda një bursë e disa janë si këta apo. Si hapet, Si ky asnjë. ja, japet syri të tjerëve më kërkojnë gjithë Meksit na ftohet e ne. Është torturë burr. Kur e mendon. O Sokol, shikoj fabulën e ekran plak. E plas ledi tani.